Zonja dhe zotrimi në mbrëma, mirë se vini në debatin e mbrëmjes në A2CNN. Po mbyllet java e parë e fushatës zyrtare, të gjitha palët që garojnë në 11 maj janë në takime, tashmë mitingje dhe po bëjnë edhe premtime të panumërta. Në këto ditë nuk ka munguar as rikthimi i debatit të non gratës nga ana e kryeministrit, po ashtu edhe videot me montazh edhe me elementin e bufit dhe jo vetëm kaq. Edhe ato me portretin e Vullnet Sinës, që është Risi, deputeti socialist, i cili shitet në montazhet e Edi Ramës si strategu i fushatës së Partisë Demokratike. Amerikani i ardhur Kris Lasivita. Për këtë javë të parë të fushatës dhe projekcionit e Partisë Demokratike, flasim sonte në debatin e mbrëmjes me zotin Belind Kolliçi, drejtues politik i Partisë Demokratike për Tiranën dhe kandidat për deputet. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit zonja Alishani. Faleminderit që jeni pjesë e debatit sonte. Me analizën e ndihmon zoti Aleksandër Çipa. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Lutfi Dervishi, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni pjesë e debatit. Pas pak na bashkohet edhe zoti mentor Kikia. Zoti Kolliçi, formalisht kjo ka qenë java e parë e fushatës, ndonse në terren keni dalë prej kohësh. Çfarë më thoni për impresionet e këtyre ditëve? A ka ndonjë ndryshim dhe a ka lëvizur kurbe e takuarit të njerëzve edhe impresionet që merrni prej tyre? Është një situatë jashtëzakonisht e favorshme në raport me terrenin, me qytetarët, me pritshmëritë e qytetarëve, me çështjet që ata duan të flasin. Përmendet pak më parë videot e përsëritura të kryeministrit që me sa duket pas 12 vitesh dështimesh dhe pas 12 vitesh që nuk ka arritur të përmbush as premtimet që ka dhënë në vitin 2013, kur ka qenë e para dhe e fundit herë që Edi Rama ka garuar me një program, të gjithë shqiptarët, ja kujtojnë se i kanë harruar, shëndetësia do të ishte falas, legalizimet do të ishin falas, do të kishim ujë 24 orë në ditë, do të ishin hapur 300.000 vende të reja pune, do ishin rritur pagat, pensionet, Shqipëria do ishin antarësuar në Bashkimin Evropian, e gjitha këto me radhë premtimet e Edi Ramës, asgjë nuk është mbajtur nga këto. Sot Edi Rama këto do të ndodhin në mandatin e 4 ose të 5 kur Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, thotë kryeministri. Pasaportën evropiane mbas 2030-s, thotë kryeministri, që vazhdon për mandatin e 5 e 6 në ëndrat e tij. Megjithatë, të mbetemi ke thelbi. Pra, një kryeministër që ka këtë bilanc dhe që nuk ka asgjë çai thotë qytetarëve, nuk garon më me një program. Mos harroni që në këto 12 vite jo që s'kemi parë program, po kemi parë flitet vetëm për tallava, për show, për timon, për tepsi, për kusi dhe as pak për probleme që shqetësojnë qytetarët. Befas është edhe kjo që u thatë pak më parë dhe më vjen, domethënë, habi e madhe si mundet edhe një deputet, një zotëri që edhe për shkak të moshës, patjetër që duhet kesh respekt, si Vullnet Sina, një biznesmen si mund ta ul veten të kesh përdoret. Të kesh përdoret edhe sinqerisht është habi e madhe si mund ta lër veten të kesh përdoret nga kryeministri në këtë pikë për video fake, video që ai mundohet të bullizojë apo të intimidojë strategun e fushatës dhe drejtuesin e fushatës Partisë Demokratike, ku ndërkohë nuk është ky halli i shqiptarëve. Halli i shqiptarëve është prandaj u kam ardhur me Flet Palosi, ka qenë ky le të themi dokumenti kryesor i cili është përndar nga kandidatët e Partisë Demokratike në këtë javë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ku janë premtimet tona për 100 ditë të para, është paketa dëmshurisë, 9 pikat kyçe që prekin qytetarët, flitet për pensionet, për rrogat, për çmimin e energjisë, për faljen e kamatvonesave, për aktmarrëveshjet, për kartën e konsumatorit, për çmimin e naftës, pra çështjet që prekin në thelb qytetarin shqiptar. Ne nga ana tjetër kemi një kryeministër që vazhdon me tallava, me show dhe me shfaqje bajate. Për hir të detyrës, por sigurisht edhe për kuriozitetin tim si qytetare kësaj republike, e kam lexuar dhe analizuar programin tuaj dhe atë që konsideron program edhe pala tjetër. Po a besoni që ka qytetarë shqiptar që ulen, e lexojnë me interes, e vlerësojnë, apo janë më të joshur nëse shohin këngët dhe vallet në sheshin Skënderbej dhe një performancë trevash nga Partia Socialiste? Zonja Alishani, po. Edhe për ata që janë skeptik, edhe për ata që thonë që nuk ka rëndësi më programi në Shqipëri, sepse vota blihet, jo nuk është kështu. Jo, jemi ulur, kemi folur në një pafundësi rastesh me qytetar, me pensionist. Është e paimagjinueshme situata me pensionistët edhe në Tiranë, duke qenë se unë jam kandidat në Tiranë dhe mbulojmë në fakt edhe zonat më urbane të Tiranës këtë radhë. Njësi numër 5, njësi numër 2 dhe njësi numër 9 janë zemra e Tiranës, pak a shumë si njësi. Është për të habitur se si premtimi për minimumin jetik ka rezonuar dhe në këto zona, që në fakt në parim nuk do duhet rezononte në këto zona, sepse nuk mund të flasësh për minimumin jetik në njësi numër 5, në njësi numër 2 apo në njësi numër 9, për ata që nuk i din, është zona e Bllokut, komuna Parisit, është rruga Elbasanit, është Pazari i Ri, është zona e Trenit, rruga Fortuzi, pra është zemra e Tiranës, dhe edhe në këto zona, varfëria për fatin tonë të keq është ulur këmbkryq, sidomos mes pensionistëve, atyre që janë shqetësuar për minimumin jetik, për rritjen e pensioneve 20% çdo vit, për çmimin
e ushqimeve, në raport me kartën e konsumatorit që ne kemi promovuar dhe që e kemi premtuar dhe që do tjetë realitet, pra blerja e ushqimeve për pensionistët pa të vëshë dhe të paktën do të kursejnë 450 euro në vit, pra janë çështje të tilla, siç është ulja e çmimit të energjisë elektrike në 7 lekë për kilovator, ulja e çmimit naftës me 30 deri në 35% dhe premtimet e tjera për faljen e gjobave apo kamat vonesave për energjinë elektrike dhe për ujin. Çështja e ujit është në vete para 5 ditësh në qendër Tiranës, në zonën e Bllokut, në komunën e Parisit, uji dilte ngjyrë kaf nga rubinetat e qytetarëve. Në fakt edhe në zonën ku jemi aktualisht. Të dalin edhe të ma mohojnë nëse duan, pra në zemër Tiranës. Janë këto çështje, Alba, që prekin qytetarën e zakonshëm që e takon jo duke ndetur nëpër zyra, jo duke ndetur nëpër ambiente elektorale tipike, por i takon në rrugët e Tiranës në mënyrë rastësore. Ju dëgjova që përmendët 3 ose 4 herë pensionistët dhe besoj jo pa qëllim sepse është një prej targeve tuaja. Dhe kjo sigurisht për faktin që një pjesë e mirë e tyre të destinuar kanë qenë elektoralisht dhe historikisht për të votuar Partinë Socialiste. Tani unë po ju pyes, a besoni që ata kanë këtë shqetësim për rritjen e pensionit, ndërkohë që kanë përfituar nga bonusi, kanë qenë kamotshëm votues Partisë Socialiste dhe ka dhe një ironi tjetër fati që ju të dyja palët tashmë keni premtime të njëjta për paga dhe pensione, madje edhe me objektiva numerik të njëjtë. Pse të mos e mendoj një pensionist që tradicionalisht ka votuar Partinë Socialiste, meqense ju e rrit keni të dyja palët një lloj, le të votojmë sërish kampin që ne përfaqësojmë dhe duam. Atëherë një merit e madhe duhet i njihet Partisë Demokratike në këto zgjedhje, ka detyruar Edi Ramën të dalë me premtime konkrete dhe të bëjë një farë programi, një çarek programi, se me që i është referuar sot edhe në fakt nuk i duhet dhënë zë këtyre deklaratave që meshkujt shqiptar janë gjysmë çyryk edhe gjysmë janë çyryk e tjerë, se çyryku është ky. Zoti Roku e di vetë ai edhe pamja nuk i duhet dhe rëndësi thoni ju, po ai është kryeministri i vendit që flet për meshkujt e këtij vendi edhe për femrat madje. Kuptoj, për femrat i quajti dashnore dhe madje ato që votojnë për herë të parë duhet përdorin fuqinë e tyre jo se është gjua më intimiduese, denigruese, fyese, seksiste që është përdorur ndonjëherë nga një zyrtar shqiptar për vajzat, për gratë, për nënat, për zonjat e këtij vendi, po kjo është çështje tjetër, kjo është oferta e Edi Ramës në fakt për gratë e këtij vendi dhe për meshkujt. Kishte dikë tjetër që i quante Zdromsa dhe Zdromsi sot është vetë në Durrës, por ky tjetri i quan Çyryk dhe si Çyryk do të jetë pas 11 majit, për këtë jetë i qetë, por të mbetemi ke thelbi. E vërtetë është ajo që u thoni, por detyruam Edi Ramën të bëj për herë të parë premtime konkrete. 4 muaj pasi kemi dalë ne, ka dalë Partia Demokratike, ka dalë zoti Berisha me premtimin për rrogën minimale 500 euro dhe për minimumin jetik 200 euro dhe pensionin minimal në këtë rast 200 euro, u detyrua Rama motamo identik ti kopjonte këto dy premtime dhe edhe në aspektin numerik të dalë me të njëjtin premtim në fushat dhe pyetja është kjo, a mos riskon sërish të bindi pensionistët Edi Rama dhe jo ju? Sepse zonja Alishani ka diçka. Edi Rama ka 12 vite që është kryeministër. Ka patur të gjitha instrumentat, të gjitha mekanizmat, ka menaxhuar rreth 64 miliard dollar buxhet e shtetit në këto 12 vite dhe ka patur mundësinë ta rrisë pensionin, ta vendosë minimumin jetik, të rrisë 20% pensionet në vit apo të rrisë edhe pagën minimale në këtë vend. Nuk e ka bërë, i ka dhënë prova dhe 12 vite e ka patur mundësinë, i ka patur duart e lira, timonin e ka patur vetë, tepsinë e ka patur vetë, të gjitha i ka bërë vetë. Sot që ne flasim, Evropian thotë që do ta sjell vetë, kështu që do ta ketë më të lehtë pagën e pensionit. Edi Rama është i detyruar të hyjë në një fushat normale. Mos harroni, e nisi para 6 muajsh duke thënë që nuk i kishte llogari opozitën, opozita do dilte me kisën 97-ta, etj. Tani thotë që nëse fiton opozita, do të jetë një regres për vendin. Pra tash në linguzhin e tij ka filluar të futet termi që nëse fiton opozita. Kanë nxjerrë këto historitë me bufe, budalliqe që pak rëndësi ka, as janë gjërat pa rëndësishme për qytetarët, ndërkohë që ne jemi të fokusuar 100% ke nevojat e qytetarit shqiptar dhe ke pensionistët. Një detaj i fundit. Është e vërtetë që ka dhënë bonusin. Por nëse ka dhënë 2 herë bonusin zoti Kolliç. Që mendojnë që 50.000 lekë një herë në 4 vite vlen i gjithë mundi dhe sakrifica e tyre që ja blen Edi Rama votën 50.000 lekë herë në 4 vite me atë bonus, vlen 35 vite apo 40 vite punë, mund edhe djerës në këtë jetë dhe Edi Rama i ka fyer dhe i ka tallur në këtë formë, ata janë dakord që të vijojnë, të tallen, të përçmohen dhe të fyren në këtë formë, unë nuk kam që them. Unë ditë i them ofertën e PD-s. 50.000 lekë është vëmendja që i mungon gjatë vitit pensionistit? Unë ditë i them ofertën e PD-s, unë ditë i them zotimet e PD-s, i gjithë programi ynë është tërësisht i realizueshëm. Përkundrazi, është aq me këmbë tokë sa kemi hapësirë për të dhënë premtime të paktën 20% apo 25% më shumë edhe në raport me vlerën totale, pra për sa i përket premtimeve tona në raport dhe me buxhetin e shtetit.
ajo që ka ndodhur në këtë vend, në një buxhet vetëm kaq ta dinë pensionistët, nëse kanë ndonjë pensionist që na ndjek në këtë moment, do doja vetëm kaq të fokusoj në kokë. Buxheti i fundit i Shqipërisë ka qenë 8 miliard dollar. Edi Rama ka shpërndar për 700.000 pensionistë vetëm 16 milion dollar. 8 miliard ka qenë buxheti, 16 milion ka shpërndar Edi Rama, ndërkohë që 21 milion dollar i shpenzon për avion e tij privat. Ky është vlerësimi që Edi Rama ka për pensionistët shqiptarë. Do të kemi shansin të diskutojmë më gjatë për shifrat, por le ta konsiderojmë të hapur debatin, po e nis me zotin Qipa. Zoti Qipa, po ndaloj në këtë moment tek një afshi formal i fushatës Partisë Demokratike. A ka element që bëjnë diferencën aq më tepër që tashmë është dhe strategu Lasi Vitaj i cili ka zbarkuar edhe formalisht në terren? Kjo puna e strategut duhet marrë çik me maturi, se nuk po them me entuziazm. Entuziazmi do duket në momentin kur bëj diferencën. Se në pikpamje të PR-it, në pikpamje të mesazheve, sidomos të mesazheve, ende ne kemi pamundur që të krijojmë një perceptim diferencial me kundërshtarin politik PS-n. Ndërsa përsa i përket strukturës, si e bën fushatën Partia Demokratike, më duket që është një fushat matematizuar, që adreson çështje dhe u referohet shtyllave kryesore të programit politik dhe elektoral të opozitës. Ka gjëra që duhen marrë pak me rezervë, nëse i mshon faktit për pensionet. Historia e pensioneve në Shqipëri nuk është një histori që është tejkaluar, fatkeqësisht edhe kur ka ndodhur rotacioni. Sepse nëse përmendin 760.000 pensionistë që ka Shqipëria, që është një shifre jashtëzakonshme, buxheti shqiptar e ka të lashtë historinë se sa e financon vetë shteti skemën e pensioneve në Shqipëri. Në fakt, e vërtet që ka të lashtë historinë dhe po ta dëgjoni sot argumentin e Partisë Socialiste që përdor si alibi është këtë skem pension është trashëguar nga Partia Demokratike dhe dëmet kolateral të kësaj skeme po i psojnë dhe sot e kësaj dite, duke konsideruar dëmin të parikuperueshëm edhe pas 3 mandatesh. Këtu janë të dyja palët, se të dy palët kanë filluar e bëjnë premtimin. Njëra e bën më strukturuar, siç edhe po shprehen, por pala tjetër thotë ne e operojmë me kontinuiteti, me vazhdimsinë tonë. E vërteta është që nëse i referohesh thesarit të Institutit Sigurimeve Shoqërore, gropa financiare që krijohet për shkak të këtyre politikave dhe sidomos të rritjes disproporcionale të numrit të pensionistëve është me thelluar dhe nuk është se paksohet. Por a është legjitime të flitet për një skem të re pensionesh pas 3 mandatesh qeverisje? Për nevojën e implementimit të skemës së kam legjitime është të flitet në çdo edicion elektoral. Çështja shtrohet kush e zgjidh në mënyrë të prershme. Jo, çështja shtrohet sepse nuk është vutur për të zgjidhur në kohën që ka ezaluar 3 mandate qeverisje. Nuk e zgjidhin dot në mënyrën se si është krijuar kjo grop. Nuk e zgjidhin dot çfarë do thotë, që cila do qoftë pala e cila vjen nuk e zbaton dot nga diçka dhe e kanë marrë nga një sektor tjetër dhe e kanë hedhur këtu dhe kanë krijuar një grop tjetër. Këto disproporcione janë shpesh, nëse keni vënë re në disa debate dhe këtu duhen marrë cilët nga të dy palët kryesore ju referuan ekspertët më të mirë që kemi ne për skemën e pensioneve. Janë disa pensionistë, ekspertët më të mirë që ka Shqipëria në arkun kohor të 35 viteve të fundit, të cilët nuk i kemi parë në asnjë artikulim qoftë edhe elektoral për këtë shkaq, të cilët dhe kanë edhe kapacitetin, edhe ekspertizën të ekspozojnë se cila është skema që e tejkalon këtë ngërsh dhe këtë krizë financiare që shkaktohet. Dhe besoj që shqetësimi i palëve politike nuk është mungesa e ekspertizës. Jo, më duket është një ballafaqim elektoral dhe kaq. Pavarësisht se thonë jo 100 ditët e para dhe jo 300 ditët e dyta. Nuk ka, atë nuk e zgjidhin në këtë mënyrë. Ajo nuk zgjidhet me fushat. Ajo zgjidhet me një sistem të strukturuar afatgjatë, gjë që kjo ka munguar, se edhe nëse keni vënë re, gjithë fjalori i artikulimit për skemën e pensioneve në Shqipëri është për 4 vjetët që do të jemi ne. Por si u bë ka kështu që një skem për 4 vjet. Për shembull sot PD-ja që është në fushat, si tjetë për 12 vitet që është Edi Rama? Jo, nuk është puna. Mos ta themi në bilancin që ka bërë Edi Rama? Nuk e atakuam. Se kjo nuk do në i zvarësi të madhe kjo skema që thoni ju, se iq 16 milion euro në vit merr një incinerator që nuk ekziston. Mjafton aq para për të zerruar të gjithë rritjen e pensioneve që dha Edi Rama herën e fundit për 760.000 pensionistë, ka që thjesht. Mora përsipër të ndalem tek 1 zë i programit elektoral.
Unë mora përsipër... Është shumë e lehtë kam përshtypjen. Do të duhet ai kundërshtari jot që të jap një përgjigje për atë. Po të vi kundërshtari, jo unë nuk shoh si kundërshtar, po për hir debatit të Po për hir debatit unë më lër të unë jam në një argument dhe mbetem te ky argument. Pra, nëse ju servini shpresën se do ta tejkaloni krizën e pensioneve në Shqipëri. Cili është studimi që keni bërë ju për të alternuar masën e pensionit që sigurojnë qytetarët shqiptar që janë pension brenda territorit? Çfarë efekte shka për shkak të skemës që ka pretenduar pala kundërshtare juaj që në 2 marrëveshje të realizuara me 2 shtetet fqinj, përkatësisht me Italinë dhe me Greqinë. Dhe si mund të ndodhë ajo që quhet, le të themi, kompensimi, nëse këtë gjë nuk e thoni asnjëherë. Asnjëherë se ka thënë këtë gjë. Dhe askush. Megjithatë, kjo do të ishte më korrekte nëse do të kishim ekipet financiare që kanë përgatitur programet të të dyja kampeve politike. Dhe për këtë zoti Kolliçi nuk keni mëkate për të transparencën se pala tjetër nuk prezantohet në debat. Pala tjetër, unë i hapur jam për debat zonja Leshani për herë sa herë më keni ftuar, do doja që të kishe përfaqësues Partisë Socialiste, po nuk vinë, nuk kanë çfarë debatojnë. Kjo është fare thjesht, ne kemi vendosur një minimum jetik për çdo qytetar shqiptar, që kjo përfshin brenda edhe pensionin minimal, sot edhe në qytet është për të ardhur keq që dhe në Tiranë ka pensione që shkojnë në shifrat 7.000 lekë vjetra apo 8.000 lekë vjetra. Dhe për këtë arsye, edhe për pensionat që janë me ndihmë ekonomike, dhe ata që janë të harruar nga kjo qeverisje, të harruar nga shteti, ne kemi arritur të buxhetojmë një premtim i cili nuk i kushton asgjë buxhetit shtetit në raport me nevojën imediate që ka sot qytetari shqiptar për të patur një minimum jetik prej 200 euro në muaj. Ta garantoj zoti Qipa që kjo është tërësisht e realizueshme. Është brenda mund të ketë pension 8.000 lekë të reja sot? Ka sot, ja punë me qindra raste nesër, juftoj zonja Alishani. Ose më jep një kohë tani të pyes stafin, po boll në takimet e mia i kam nxjerrë 4 raste unë te njësia numër 5 në takime, 7.000 lekë vjetra, jo 80. 70. 65, 70. Jo 700. 70. Mund të bëni verifikimet tuaja direkt pas një lloj problemi. I telefonoj unë tani dhe ja u sjell unë disa raste edhe konkrete, ta garantoj që është ky realitet i përhapur gjërësisht në metropol, pra në Tiranë, në qendër, në zonë urbane, në fshat, është qesharake, është në masën 90% pensioni është në këto shifra. Në 100.000 lekë, të ta garantoj 100% këtë që po ju them. Në masën mbi 90%. Për saktësi keni kohë të bëni verifikimet tuaja, zoti Kikia ka mbërritur në studion e debat, me mbrëma mirë se vini. Do të kthehem pas pak te jush, por ndërkohë zoti Dervishi po priset të merrte fjalën dhe dua komentin tuaj mbi këtë ja fushate formale të Partisë Demokratike. A ka ndryshuar diçka ndonse aktiviteti kishte nisur më herët, po tashmë formalisht ka një përgjegjësi të shtuar për palët? Javën e parë unë të shohim disa element që të kuptojmë se çfarë ndryshon nga fushatat e kaluara dhe cila do të jetë prirja. Elementi pozitiv është që spaku më në fund tani kemi programe me imponim, pa imponim, me kopje, pa kopje, kemi disa gjëra të shkruara dhe kjo është evidente. E dyta është tendenca që ne po shohim një lloj entuziazmi të munguar. Do të thënë entuziazëm që pam vetëm në mitingjet elektorale të diasporës në fillim, dhe këtu ishin shumë më të zymta dhe më gri. Tani shohim që ka një lloj entuziazmi si në mitingjet e opozitës, ashtu dhe në mitingjet e shumicës. Narrativa është krejt e kundërt. Do të thënë nëse PD-ja përpiqet që të flasë për hallë, PD-ja flet për valle. PS-ja flet për valle. PS-ja flet për valle. Dhe përpjekja për të krijuar pastaj këto humoret, historitë shpendëve, kafshëve, inteligjencë artificiale, mendoj që është e tepruar, sepse po ndoshta është edhe justifikuar, sepse në një vend që s'ka stradë, s'ka cirk, s'ka teatr, mund të lejohet të teatri në fushat elektorale por sigurisht është e tepruar. Ajo çfarë është krejt e qartë është që PD-ja po mundohet të diktojë diskutimin për tema. Dhe PS-ja po i shmanget. Apo ja del efektivisht do të Dervishi, duke mos që në studio, duke mos që në përballe, duke na kondicionuar zhvillimin e temave për cilat natyrisht kanë vlerë edhe peshë elektorale për ata që do të votojnë nesër. A ja del që ta reduktoj këtë në këngë, valle, batutë dhe video në rrjetet sociale? Po, ja ka dalë. E ka provuar me jo pa sukses në 2021 që stimulonte videot në atë kohë me valle të sforcuara, kudo që shkon në kërcisë e valle. Do të thënë aty se ishte java e dasmës. Ja, dhe nuk është se nuk i funksionoi
por kjo është e përsëritur. Do të thënë shkretja e përsëritur që do të krijosh një atmosferë vallësh në një kohë që ka tema për të cilët PS-ja për shkak të bagazhit 12 vjeçar mund të debatoj për çështën e integrimit, mund të debatoj për shpejtësinë që po hapen grup kapituj në mënyrë të pazakontë, mund të debatoj për infrastrukturën, do të thënë mund të debatoj për drejtësinë. Pra ka tema ku ajo, si thua, ka gjëra për të thënë, por i shmangut komplet, ndërsa PD-ja përpiqet që të imponoj temat caktuara. Edhe në fakt fushata është për diskutuar gjëra konkrete. PS-ja përpiqet mos ketë gjëra konkrete, po t'i ketë sa më abstrakte. A arrin të penetrojë të elektorati i cili do të votojë nesër dhe pyetja është nëse kontenti real, ai që do të duhet të ishte pjesë e diskutimeve bazike ditën e sotme, është i lodhshëm për publikun dhe përtypet më lehtë tallavaja e përditshme? Shiko, tallavaja gjithmonë është e përtypshme, por nuk ka peshë dhe nuk të nxjerr dot. Domethënë ti dasëm mund ta bësh, mund të jesh në një gjendje shumë të mirë, por në fund dasëm të shohësh që ke harxuar ca lek edhe do të duhet punosh. Premtimet e pamatshme dhe abstrakte e djegur nga 2013, domethënë ato që përmendi zoti Kolliçi përpara dhe domethënë që janë si thush me zë dhe me figure si ka arritur dot dhe janë gjëra shumë konkrete. E vetmja gjë konkrete nga 2013 është taksa. Do ta kaloj nga e shesh progresive, edhe tashmë prap po mundohet PD-ja tani ta imponoj këtë debat. Për biznesin, sidomos për biznesin, thotë që okay, taksa 10% apo taksa progresive. Tjetra që i shmangit është çështja e pensioneve, që është një histori krejt tjetër, analiza buxhetore, sa e mundur është që me këtë numër pensionistësh dhe me këtë numër punonjësish ti të thellosh si thuash ndihmën. Dhe çështja që i ikën si dielli i Temjanit është çështja e korrupsionit, apo çështja e administratës publike. Pra shohim një përpjekje të dy palëve për të mbajtur dy narrativa të ndryshme. Pra, PS-ja do përpiqet që nga java e parë të vazhdoj me premtimin e pasaportës, që në të vërtetë është një gjë më abstrakte, por dhe gjë më e thjeshtë jo është se të kemi një pasaportë. Që do ta diskutojmë pas pak se sa vlerë ka. Që mund ta diskutojmë se sa vlerë ka, por mund ta edhe supozojmë që e keni në xhep edhe çfarë të zgjidh. Ne supozojmë që sot e kemi në xhep gjithë shqiptarët pasaportën europiane edhe e supozojmë që garantori është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Shiko, kjo është pika tani shumë e diskutueshme që PD e ka menjonuar. Po ka një forcë politike po ka një çështje që nuk ka debat, është çështja e integrimit në BE. Po ka një forcë politike që nuk ka votuar asnjëherë gjëra që pengojnë vendin drejt BE-s, në kuptimin e ligjeve, akteve të tjera, është Partia Demokratike. Dhe që ka disa kredite në rrugën e eurointegrimeve. Është shkritje kundër me PS-n, e ka bllokuar, e ka bërë me kokëpërtësi, ka thënë që po i dhat vizat shqiptarëve do ikin 1 milion, ka thënë NATO, dhe tani del me të kundër thotë që ne e çojmë këtë, në një kohë që historia e saj, që nga 95-a me thënë e famshëm në Amik Dokles që për në Këshillin e Evropës nuk janë pjekë ende mollët, e deri tek dita që erdhi në pushtet, ishte histori tjetër. Dhe po ta shikojmë në retrospektiv, do të thënë ka qenë ajo opozita në asaj kohë çajin këtë flamur kuqezi, ç'është ky patriotizëm fals, ndërsa tani po të shikosh jemi te flamuri kuqezi, treni kuqezi. Edhe flamuri i Bashkimit Evropian, po detyrimisht do të rikthehemi këtij argumenti pas pak. Po kjo që kur flasim për kuqezi do të mendojmë për të dy ngjyrat, se ngjyrën e zezë kemi të plot, po të kuqe ku e kemi. Kërkojnë çik më shumë. Zoti Kikia, në një betejë të përbashkët, elektoralisht në garë me njëri tjetrën dhe po flasim për dy kampet kryesore, a vlen dhe a janë eficiente instrumentat e ndryshëm, pra mënyra krejtësisht të ndryshme të polarizuara të bërit fushat që kanë zgjedhur kampet? Dua ta ka pak aty ku e ceku Lutfiu pak më parë që tha që së paku tashmë ka programe. Në fakt të dyja palët, Partia Demokratike më herë dhe Partia Socialiste së fundmi kanë publikuar dhe prezantuar në një platformë që quhen programe elektorale. Me diferencimet e vogla unë do hezitoja t'i quaja programe mirëfilli. Sot lexova me vëmendje thuajse të gjithë platformën e Partisë Socialiste, e cila më shumë se me një program qeverisës për një mandat 4 vjeçar, është një paket premtimesh. Këtu në fakt premtimet nuk është se kanë munguar, qoftë në zgjedhjet vendore, qoftë në zgjedhjet e përgjithshme, kandidatët për kryetar bashkie apo për deputet në çdo rrugë, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo shtëpi ku kanë trokitur,
i kanë plotësuar çdo dëshirë që kanë kërkuar. Madje i kanë premtuar urë edhe aty ku s'ka as pru as lum. Por në kushtet kur kjo paketë premtimesh nuk shoqërohej me një projekt mirëfilli që të dëshmoj vizibilitetin, mundësinë për ta realizuar, ka përfunduar në kosh dhe prej kësaj ka rrjedhur në mënyrë sistematike humbja e besimit të qytetarëve tek politika dhe që është stimuluar më vonë edhe shitblerja e votës ku qytetari thoshte që gjithë gënjejnë, do vinë thonë çfarë të duan dhe asnjëri s'ka për të bërë asgjë. Kështu që minimalisht na blejnë, thoni ju. Pikërisht. Kështu që të fitoj çat fitoj. Në këtë kuadër, këtu nuk është se ka traditat mirëfilli të programeve të studiuara. Ju kolegët diskutuan pak më parë çështjen e pensioneve. Çështja e pensioneve në të dyja palët preket me një premtim. Njëri thotë do ta rris, do ta bëj 700, tjetri do ta bëj 300, me që ke në dorë bëj 1500. Çfarë ndryshimi ka? Sa besueshme është kjo? Unë siguroj që është zero e besueshme, sepse në çdo proces zgjedhor, qytetarët shqiptar janë përballur me premtimin, rrisin pagat, rrisin pensionet, ulin taksat. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur e kundërta. Çështja e pensioneve nuk zgjidhet asnjëherë. Pra nuk është një çështje që do merret sa seriozisht dhe do zgjidhet. Çështja e pensioneve është çështja e pagave, është çështja e çmimeve, është dinamike. Rritet kosto jetesës, rriten pagat, do të rriten pensionet, rriten çmimet, do të rriten pagat, do të indeksohen e kështu me radhë. Nuk zgjidhet. A është kjo për shkak të precedentit vendosur nga politika që të bësh premtime dhe të mos mbash përgjegjësi është kthyer në tradit? Sepse në këtë vend gjëja më e rëndësishme që ka munguar është llogaridhënia. Nuk një qeveri që shkon pas 3 mandatesh dhe i del popullit përpara, duhet përballet me pyetjet. Çfarë premtove, çfarë bëre, pse nuk e bëre, pse nuk e bëre mirë, pse s'e bëre fare? Kjo gjë mungon. Nëse e keni konstatuar nga takimet e fushatës dhe transmetimet, përballet me buzëqeshje kryesisht. Pyetje nuk kam dëgjuar unë. Pikërisht pra, kjo është historia e marrëdhënies apo e përballjes së qytetarit me atë që ka zgjedhur për ta qeverisur. Dhe kjo është historia e përballjes edhe mes atij që ka pushtetin dhe atij që është në opozit, ku përfaqësuesit e qeverisë nuk janë të pranishëm as në këto komunikime siç është ky që jemi duke bërë ne tani. Për këtë arsye pra, këto paketat e premtimeve kanë pak besueshmëri për të konsideruar si projekte qeverisëse apo projekte elektorale. Ka pika apo ka çështje që nuk preken fare apo thjesht kalohen me një fjali. Besoj që do të diskutuar pak më vonë çështjen e pasaportës BE-s për të kuptuar që sa përkthehet ky premtimi madhor i antarësimit në BE në nisma konkrete që çojë në përmbushjen e kritereve, sepse antarësimi në BE nuk bëhet me vot, bëhet përmes përmbushjes së kritereve që janë të përcaktuara në 35 kapitujt. Por 35 kapitujt kanë secili nga një fushë që duhet realizuar dhe sa janë të materializuara këto kritere në këtë program. Edhe ndonjëherë tingëllon e tepërt edhe të thuhet që integrimi në BE nuk është çështje partijake. Çështje procesi që do duhet atë kalonte cila do parti qoftë nesër në pushtet. Në mënyrë absolute. Megjithatë, ajo çfarë është tentuar të bëhet kryesisht me ju zoti Kolliçi në këto ditë, meqense ju keni tentuar ta përdorni si avantazh ardhin e Lasivitas, kryeministri ka bërë të kundërtën me ju. Ka tentuar t'ju intimidoj. Shohim një video të cilën e ka postuar kryeministri i vendit dhe Partia Socialiste e më pas rikthehemi për ta komentuar bashkë. I came to Albania after receiving payment from Berisha and Mediu. But what I'm seeing here is a developed country. So many tourists everywhere, over 10 million just last year. The economy is growing and getting better. The people love the progress. While my contract is with Berisha, I have to be fair when I say I would vote for Edi Rama. Jam këtu përpara jush si zëdhënësi i fushatës së Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për t'ju komunikuar reagimin e strategut të fushatës së Partisë Demokratike zotit Kris Lasivita mbi montazhet e videove dhe fotove që ka bërë kryeministri Edi Rama ku e krahasojnë atë me deputetin Vullnetsin. Zoti Lasivita deklaron se video fake është fabrikuar nga fejku Edi Rama. Zoti Kolliçi, besoj se ju keni vigjilencë të shtuar për rivalet tuaj politik edhe kur postojnë videomontazhe të tilla.
Është zoti Vullnet Sinai, se besoj ju e identifikuat, kandidati për deputetin e Partisë Socialiste. Është hera e parë që unë e shoh këtë video të plot. Se s'keni pasur kohë tash? Sinqerisht, jo, kam parë vetëm fillimin më çuan atë Kjo është pjesën e postuar ditën e sotme dhe në fakt ka bërë xhiron e rrjetit. Dhe ka qenë abie madhe si mundet një biznesmen, një njerëz që është goxhë i pasur. Sërish kandidat për deputet? Sërish kandidat për deputet, ta lër veten të keqpërdoret deri në këtë pikë. Unë nuk e di a është ndjeni Vullnet Sina për këtë video. Unë nuk e di a kanë pyetur për këtë video. Se besoni që është bërë pa aprovimin e deputetit Sina? Po minimumin e shtyllës kurizore, unë besoj që zoti Sina duhet ta ketë në mendimin tim, në gjykimin tim, që nëse është vënë ndjeni për këtë, që ai minimalisht duhet thonte që s'mund të keqpërdoret në këtë pikë. Minimumin e shtyllës kurizore do duhet. Po ndoshta nuk e konsideron në festë të homologohet me Kristja Sivita. Edhe deputeti më i fundit në rresht ishte dhe hallexhiu më i madh ishte dhe njeriu me hallet më të mëdha në këtë botë ishte, minimumi nuk do ta lejonte veten të keqpërdoren në këtë formë. Por prapse prap ai këtu është viktim në këtë rast. Tu kemi të bëjmë me një mendje të smur. Kemi të bëjmë me një kryeministër që dukshëm që nga dita e ardhjes së zotit Lasivita ka patur turbulenca të forta emocionale dhe psiqike. Dukshëm ai ka lënë të gjithë fushatën elektorale, nuk merret me çështjet që interesojnë qytetarëve dhe merret me këto prodhime, me këto idiotësira që s'kan pik interesi për qytetarin shqiptar. Aq më tepër i bën nder Krisit me këto që merret, se tregon që Krisi me 2 të ardhura në Shqipëri e ka bërë këtë nga mjesi ndark, mendoj se si të defaktorizojnë fakt Kris Lasivitën, kur në fakt nuk është ai çështja kryesore për cilën interesojnë qytetarët shqiptarë, është programi, janë çështjet e ditës. Pra pak i intereson qytetarëve Kris Lasivita, erdhi këtu, sa ndeti, sa erfolje etj. Mesazhet janë qarta. Kris Lasivita, personi që ka udhëhequr fushatën elektorale mbase më të suksesshme në historinë e politikës amerikane deri më sot, me rikthimin më të pabesueshëm, atë të Donald Trumpit, në datë 10 shkurt, në zemër Tiranës, ditën kur ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Partinë Demokratike, ka deklaruar qartazi që kukullat e Sorosit nuk mundet të jenë më partner të besueshëm të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të presidentit Trump, sigurisht nën linjën e presidentit Trump dhe të Partisë Republikane, ku ai ka një funksion zyrtar. Do shkojmë praktikisht pas pak tek roli i Lasivitas. Këto janë deklaratat që protagonistët e mesazheve dhe videomontazheve të kryeministrit janë ose Lulzim Basha ose tashmë Lasivita. Këto janë deklaratat të cilat me sa duket e kanë destabilizuar kryeministrin, që njihet për çekulibrime të tilla dhe që njihet për reagime të tilla dhe që e kanë çuar deri në pikën që edhe sot në gjykimin tim ka bërë deklaratat më thyese, e rikthej edhe një herë më ofenduese ndaj grave, duke folur për votueset për herë të parë që duhet përdorin fuqinë e tyre joshëse, pra deklaratat më seksiste që kemi dëgjuar deri më sot, për t'i marrë votat demokratëve, çunave kamzali dhe për t'i patur vota jo vetëm kamzalish, por edhe europiane, se ky do i fusin në Europë. Dhe ka kaluar në këto etiketimet si dashnore për motrat tona, për vajzat e reja dhe për votueset, po e them edhe një herë për herë të parë, mosha 18 deri 22 vjeç. Ka thënë pastaj ato deklaratën e tmerrshme që gjysma e meshkujve janë qyryk, në shembullin e Erion Veliajt, zdromsit të Tiranës, që i quajti meshkujt e Tiranës zdromsa, jam i bindur që si Erion Veliajt ju akuzoj për dekontekstualizim në këtë rast. Dhe ky qyryku do përfundoj qyryk mas 11 majit, mos ta ketë fare problem. Zoti Lasivita vijon punën e vet, vijon bashkëpunimin me PD-n, dukshëm nuk ka ç'bën Edi Rama më në Amerikë, ka kuptuar që i ka rënë maska, e gjithë historia e tij e 12 viteve të qeverisjes në ortakrit plot me krimin organizuar dhe me kartelet më famkeqe të drogës në botë, përfshi këtu kartelin e Sinalovas, më vjen keq Edi Rama, por është marrë vesh. Marrëdhënia e tij e ngushtë, tejet e afërt me Charles McGonigal nuk ka më tashmë zyrtar që nuk e di. Marrëdhënia e tij intime me Alex Sorosin patjetër dihet dhe e ka pranuar Karaur Gjoksin që e ka mik të ngushtë. Të gjitha këtyre deklaratave që ai ka dalë zot, pa merak, do t'i dali prapë zot në vijim. Me të njëjtat etiketa dhe të njëjtën gjuhë për marrëdhënie intime fliste dhe kryeministri sot. Besoj duhet jemi të kujdesshëm. Marrëdhënie konsideroj intime duke parë gjuhën e trupit, body language. Patjetër intime, pra janë miq të afërt. Po, janë miq të afërt, në këtë sens e kam se ato marrëdhëniet e tjera mbase i ka pas me Veliajn, to nuk e di. Por për këtë çështje që po ju them, pa diskutim Edi Rama është në hall të madh. Vetëm një kryeministër që është në hall të madh, vetëm një politikan që është në hall të madh, mund të prodhojë këto çmendurira. Një njeri tjetër që është serioz, një njeri tjetër që ka ardhur këtu për të marrë me çështje që shqetësojnë qytetarët, flet për këto premtimet, flet për pensionin, flet për rrogën minimale,
flet për rrogën mesatare, flet për mjekët, për pensionistët, flet për gjërat që prekin qytetarët, për çmimet e energjisë. Zotë Kikia, se shoh që keni një reagim, e keni me videon apo po replikoni me zotin Kolliçi? Jo, në kuadër të videos. Fushata elektorale kanë dy dimensione. Kanë atë të promovimit të programeve, dhe që do duhet të zërë pjesën më të rëndësishme dhe më serioze të kohës, ku se cila palë shpalos objektivat madhore, se nuk do dalin njerëzit lexojnë gjithë nga 100 faqe për të vendosur se kë parti do votojnë. Ti bëjnë të ditur për publikun, qoftë përmes medias, qoftë në takimet të drejtë për drejta, është atë dimensioni anti-reklamës. Njifen, madje, edhe në demokracitë e konsoliduara, në 2-3 proceset e fundit zgjedhore në Britani dhe në Shtetet e Bashkuara, reklama dhe antireklama kanë qenë gati aty 50% me 50%. Në 2 zgjedhjet e fundit në Shtetet e Bashkuara ka qenë antireklama më e pranishme se sa reklama. Por ka një kufi që antireklama synon të godas personazhin duke i rrëmuar deri në pikën më të vogël të handikapit profesional, karakterit njerëzor, për ta dobësuar atë dhe për të thënë publikut që ky nuk mund të jetë një president i denjë, sepse ky ka patur këtë problem, ky ka vjedhur, ky s'ka paguar taksat, ky nuk ka bërë këtë gjë, dhe në këtë kuadër palët e godasin njëri tjetrin, e dobësojnë njëri tjetrin. Por reklama, video që sapo ndoqëm nuk ka lidhje me antireklamën. Kjo kalon në kufit e bullizimit, e një... Intimidime konsiderova unë në fakt? Po. Antireklam nuk është. Do ishte shumë e ndershme që Sali Berishës t'i nxjerrej sot shpërthimi i Gërdecit dhe t'i thushte ja kush do të bëhet kryeministri i ri i Shqipërisë. Ky njeriu që në qeverisjen e tij u shkaktu kjo dramë dhe kjo gjëm. Dhe kjo do ishte normale. Për t'i kujtuar atij çfarë ke bërë keq në këtë vend dhe Partia Demokratike t'i marrë dhe t'i bëj bilancë, t'i nxjerrë ato videot kur është premtuar ujë që su bë, kur është premtuar ajo do të ishte antireklama legjitime për një fushatë elektorale, po themi. Por në Shqipëri ecin shumë këto karagjozllëqet. Në kuadër të rrjeteve sociale njerëzit janë të kënaqur, ua sa bukur e kishte bërë, sepse nëse do t'i nxjerrësh Berishës një histori të aferave korruptive kur ai ishte kryeministër, sikur nuk u bën më përshtypje sepse janë velur, është mbarsur me këtë fjalor kaq shumë shoqëria sa ka fituar imunitet, dhe kur shikon këto historitë e vogla kështu me entertainment i bën përshtypje ato sa bukur e kishte qatë bufin, ky fliste, ky bufi kakariste. Se kjo është pyetja ime, mos ndoshta ky lloj intimidimi që ju nuk e konsideroni as antireklam për palën tjetër, shkon efektshmërisht te publiku. A mos ka produktivitet dhe përkthehet në votë nesër, sepse provokon një lloj egzaltimi, një entuziazëm kolektiv? Këtë nuk di ta them, por kjo e fiton vëmendjen e publikut, sepse ne kishim rastin e atij komunikimit qesharak Basha Rama që s'kishte pikën e etikës dhe pikën e përmbajtjes, por që ishte llatarisht i shikueshëm, sepse njerëzit donin gallat. Dhe në këtë kuadër edhe historia bufit këtu ka synuar. Por unë po flas për politikë që duhet ketë një kufi të etikës, dhe kjo nuk ka të bëjë me etikën. Pra kundërshtari mund të goditet, mund të sulmohet, mund të ironizohet për gjëra që ai ka bërë keq dhe lidhen me interesin publik. Bufi nuk lidhet me interesin publik. Ta dëgjojmë pjesën tjetër të panelit, zot Dervishi, në fakt montazhi i këtyre videove me autorsi kryeministrit në këtë rast, sepse ai merr përsipër zakonisht i publikoj, por edhe ti komentoj në publik dhe në komunikimet e tij në rrjetet sociale, ka si stimulant dëshpërimin apo antireklamën? Mendoj që ka zhvendosjen e narrativës. Pra të diktoj narrativën, hajde të flasin për bufin, hajde të flasin për Lasivitan, edhe ka dhe si tush dhe pak personale në kuptimin e gjetjeve, sepse strategët e fushatës nuk janë njerëzit që do votojnë, nuk janë as njerëzit do lëbëjnë, janë njerëzit që përcaktojnë dhe thonë tonin e fushatës, mesazhet, si do nxirren votuesit. Dhe Lasivitan në fakt është në atë, si thua, në fushën e vet kur ti do ta intimidosh, sepse ai njihet që është i prerë për fushata negativiste. Dhe mendoj që ka mbet diçka kryeministrit nga gjetja që ai bëri, nga që e ktheu bufin si një simbol të fushatës, dhe kjo i ra me videon që ai prodhoi dhe tha kush është bufi dhe kush është miu në Shqipëri, dhe me atë gjetjen e kësaj. Dhe si thua, i ka mbetur kjo lloj
Pra ka një qef metje personale me gjetjen e Civitas në këtë rast? Do të gjej një gjë. Pas metaforës së bufit. Do të gjej një gjë, provoj me emrin Latif, pastaj i kthehet me këtë rastin e vullnetësines, por qëllimi i tij, do të thënë, ai nuk deli humbur nga kjo gjë, sepse ai votat i ka në sensin që votat e votuesit verbër, që nuk ka nevojë për sy, por mjafton dëgjoj çfarë thot partia që është shumë mirë dhe është në rregull. Votat e patronazhimit po prapë ka, votat që mendohet që kërkon duke mbështetur te gratë dhe vajzat për të krijuar që unë jam njeriu që kam rrit përfaqësimin dhe kam rrit Partinë Socialiste, kjo ishte edhe retorika sot edhe simbolika në Dibër, pra një pallat sporti i mbushur me gra dhe vajza në Dibër. Pra në këtë ai nuk ka merakun, si thuash, duket aritmetik të votave. Pra, zot Dervishi po më thonë që nuk ka çfarë fiton me këtë taktik, po atë çfarë humbet. Ruan statuton asaj që fiton shumë, nuk humbet asgjë, por fiton. Domethënë çdo minutë e shpenzuar me deepfake-un, me inteligjencë artificiale, me bufin, me Connetën, me Moçalin, është në avantazhin e tij. Sepse kundërta do të ishte problem. Në qoftë se do të jepë llogari dhe nëse do të bëjë bilanc. Në një vend normal, do të thënë vota është lidhur me, si thua, delegim përgjegjësish. Se janë harruar edhe fjalët që përdorshin, ne jemi shërbëtorët. Pra, do të njeriu delegon dhe thotë ti do ma bësh këtë punë. Unë po t'jap ty mundësinë që ti të më bësh këtë punë të mirë menaxhosh taksat. Mirë, por në një vend ku njerëzit ende nuk e dinë, ose shumica nuk e dinë që qeveria nuk pret para, nuk ka ndonjë dhomë me para, po menaxhon taksat dhe tarifat, çështja konkrete e votës lidhet, do jem unë më mirë apo më keq? Kam qenë më mirë apo më keq? Më intereson, kam unë një interes për këtë çështje që të ndjek këtë politikë apo politikën tjetër. Por duke qenë se kemi përballë kryesisht dy alternativa që janë provuar në pushtet, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, është për tepër mbizotron një lloj apatie. Edhe kjo është ajo pastaj nervi që, nuk e di, përmendi pak mentori narrativin e tij, domethënë që një fushat konkrete bëhet për gjëra konkrete. Do të thënë, do flasim për ekonominë, cilat janë gjërat kryesore, është borxhi, është taksat, janë tarifat, çfarë do bëhet me këtë? Do flasim për arsimin, ku do jetë çështja jonë, do flasim për shëndetësinë, ku janë pikët e forta dhe pikët e dobta. Mirë, por pikërisht kjo gjë nuk i intereson Partisë Socialiste, sepse duke qenë 12 vjet në pushtet, kur ti të flasësh për pensionet, atë po ti ke pas 12 vjet kohë. Vetë Rama thoshte bile që ta kam dhënë një herë votën, ta dhash një herë tjetër, u bën 8 dikur. E thotë s'ke çka kërkon më tjetër. Një gjë që se bëre për 8 vjet s'ke për ta bërë kurrë. Po por retorika ka ndryshuar, sot flasim për mandat të 4 dhe të 5. Retorika ka ndryshuar sepse situata ka ndryshuar, nuk ka ndonjë gjë, të themi, absurde në këtë. Por nga që nuk përmban dot, do të thënë nuk i kthehet dot çështjeve konkrete, se thotë hipotekën, okay, 12 vjet, ujin 12 vjet, ku diun, shëndetësim falas 12 vjet që u provua, do të thënë. Edhe ndonjëherë duhet kaluar tek ajo shëndetësia me para se me këtë falas po mbarojnë njerëzit edhe nuk është se po ja dalin mirë. Pra, në këtë sens, ne do shohim prap ndoshta historitë prap me bufin e me shpend të tjerë, me inteligjencë artificiale apo me deepfake-un. Por ajo çfarë kërkohet dhe çfarë diktohet është, hajde flasim për një gjë konkrete. Do të thënë do jemi më mirë apo do jemi më keq. Ka pas një gjë edhe në kodin e shqiptarit, do të thënë fjala e dhënë, fjala e mbajtur. Do të thënë e mbajmë dot në këtë, do të thënë çfarë punë ke bërë mirë, çfarë punë ke bërë keq, ku ke gënjur, do të thënë ku se ke mbajt fjalën. Kjo gjë ka për të munguar pikërisht për shkak të një kohe tjetër. Ai nuk do t'ja di për debat sepse tashmë ka mekanizmin e trushplarjes se bën me rrjetet sociale, do të thënë me Facebookun, me Instagramin apo me rrjetet e tjera. Dhe druaj se të gjithë ditët e fushatës do kalojnë në këtë përpjekje. Do të vijë gjithmonë opozita këtu ose partitë e tjera në një përfaqësuesi qeverisë dhe nuk do ketë, si thua, debat për çështje konkrete. Hajde flasim për sportin, flasim për arsimin, flasim për shëndetësinë, flasim për bujqësinë. Kjo do të ishte realizueshme nëse do të kishim të dy akantet me ekipet përkatëse. Dhe këtë gjë nuk po realizojmë dot. Nuk e realizon dot, dhe pastaj kthehesh në një parodi. Kthehesh në një parodi sepse KQZ-ja, kodi zgjedhor, kërkon një lloj balance. Balance do të thotë ti marrësh dy palët, ti nuk e bën dot brenda ditës, përpiqesh nesër këtu të vijë një njeri i shumicës për të thënë që ja, ka pas të shumica kohën. Dhe për ta mbyllur, këtë lloj videosh janë zbavitje. Do të thënë nuk po themi që gjithë fushatat jetë dramë dhe me gjëra të mëdha, por nuk mund të jetë gjitha estradë, edhe po na doli koha në pushim flas një 5 minuta për një gjë konkrete. Do të thënë fushata shkret e kundërta. Do të thënë zbavitja është, si thua, përjashtim dhe gjërat kryesore janë gjërat kryesore. Ndërsa këtu është kthyer një çik
Zbavitja është kthyer në kryefjalë. Zoti Çipa, meqense ju jeni dekoduesi mirë i komunikimeve elektorale, besoj keni lexuar 10 fushata dhe sigurisht që keni qenë gjithmonë pjesë e studiove televizive. Besoj se kësaj radhe bën diferencën dhe kontrasti është i madh, meqense po e themi që zbavitja dhe komedia duken të kenë zënë vendin e kryefjalës dhe janë predominancë. Çfarë ideon kryeministri kur ka kontente dhe monton video të kësaj natyre sipas jush? Po, mendoj që e njeh fort mirë efektin që ka sjellja virtuale elektorale tek audienca virtuale. Në rastin konkret, metodologjikisht ka preferuar stigmën ndaj kundërshtarëve dhe ndaj sjelljeve ditore që ka kundërshtari. Të dyta, në planin e PR-it elektoral, vrej që kryeministri dhe gjithë enturazhi elektoral i tij është duke u përpjekur që të mbajë një atmosferë gjas me trendi, grup moshat e reja i kanë epicentër të vëmendjes, duke rëshitur madje edhe në elemente të maskilizmit si ndodhi sot në Dipër, krijon një perceptim, këtu kam parasysh edhe spektakli në hapje së fushatës, sikur është ende në atë trendin e vet, të kërkon që mos ketë përmbajtjen në epicentër të vëmendjes, përmbajtjen e programore dhe le të themi projektuese, por të ketë thjesht atë pjesën e një entuziazmi populist që i vlen për të bërë diferencën me kundërshtarin, i cili vjen me një maturitet të studimit të projektit, të përgjegjësisë për të analizuar në detaje çështjet programore të fushatës dhe sidomos të qeverisjes që premton. Konceptualisht të dyja palët nuk thonë që do ta bëjmë këtë në një mënyrë, le të themi, me partnerë tjerë, nuk flasim për këto formula, edhe pse opozita ka zgjedhur një koalicion, i cili mendoj unë ka dy në pikpamjen e efektit elektoral, ka dy, është quajtur koalicioni më i madh, ndërkohë që jo të gjithë aktorët e këtij koalicioni janë të besueshëm dhe mbartin kapacitete përfaqësimi. Është koalicioni më i madh numerik se takon komponentëve përbërës që janë 24 subjekte, 24. Po jo për shkak peshës dhe aktivitetit të eficiencës, këtu keni të drejtë. E dyta që mendoj unë është tek opozita ka mbajtur në fokus, pavarësisht se nuk e thot kështu në mënyrë të drejtë për drejtë, faktin që është projektuar një përmirësim i marrëdhënieve me aleatët euroatlantik. Dhe mënyra se si e potencon rolin dhe autoritetin që ka La Civita në këtë proces, mendoj unë është e egzageruar. Ai sa duket sikur po eklipson udhëheqësin kryesor të fushatës, duke lënë mesazhin te publiku përderisa kemi këtë amerikanin, zgjedhjet janë të padiskutueshme dhe fitoria është. Ky është perceptim shumë i gabuar. Në fakt për këtë dua të pyesim zotin Kolliçi, i cili në fakt ka qenë edhe mediatori i këtij raporti. Dhe për ta përfunduar këtë është një pikë për cilën edhe pse zyrtarisht opozita nuk shprehet, por shoh që kundërshtarët dhe madje edhe një pjesë e mirë e mediumeve pranë shumicës qeverisëse e tonojnë faktin. Mos deklarimi paraprak i kontratës realizuar midis Partisë Demokratike apo udhëheqësit Partisë Demokratike dhe La Civitas është një çështje që bën një efekt negativ në elektorat. Për të cilën ka premtuar publikisht transparencën morale se financiare. nesër pas nesër mund, por në rastin konkret deri në çastin kur ka filluar kjo fushatë, dhe ti nuk e bën paraprakisht në dieni. Pastaj flasim vetëm për rrogën, mos flasim për zgjedhjet më. Që pasaj të flitet vetëm për çmimin me cilën është akorduar La Civita. Ju e dini çmimet Zoti Kolliçi? e konsulentëve që ka Edi Rama, të çifutëve që ka Edi Rama? Ju i dini zoti Kolliçi? Po nuk e di. Po, Pak më interesuar. Edi Rama në asnjë. Keni pyetur ndonjëherë publikisht ju për çmimet? Do t'ju thotë që nuk i ka përdorur figurat e çifutëve. Pyetja juaj është me vend. Po, a janë Edi Rama deri në temi apo tema diskutime deri në çastin që po flasim, Edi Rama asnjë moment se ka përmendur të huajin në zyrën e tij. Ndërsa ju e hapni ditën e mbyllni me La Civita. Jo, e hap ky Krisi ka ardhur në fushat. Shiko, Krisi keni gabim. Unë po të them kaq. Edi Rama në përditshmërinë elektorale nuk e ka përmendur asnjëherë të huajin që ka në zyrën e vet. As Toni Bleri kur e ka padur në zyrë. As të shoqen e Toni Blerit kur ka bërë reformën dogana e gjitha. Kjo është çështje. Crown Agents e gjitha. Jam dakord me ju, po unë po të them një fakt i cili është kontrastues me Po pra, sepse ju po thoni një gjë. Por as ka bërë transparencë deri këtu është e Kur vërtetë. dhe nuk i kanë ditë shqiptarët edhe me paratë e shqiptarëve janë paguar. Por ajo çka ndryshon në këtë rast është që ju shpeshherë mbase edhe nga mungesa e informacionit apo e vëmendjes detajuar, harroni të vinin pa një fakt shumë të rëndësishëm.
Zoti Lasivita nuk është vetëm konsulenti i Partisë Demokratike në këtë rast, ai është një përfaqësues zyrtar i Partisë Republikane Amerikane. Ka një funksion shumë të lartë në Partinë Republikane në rang federal në Amerikë, pra jo në rang të një shteti, por të gjithë Amerikës, dhe ky zotëria është një person që flet dhe në emër të një partie si motër tonën, që është Partia Republikane. Edhe vetë një intervistë të dhënë pak ditë më parë për një media tjetër, ka thënë që unë jam takuar me përfaqësuesit e Partisë Demokratike në konventën e IDU-s, që është International Democratic Union, organizata botërore e partive të qendrës djathtë dhe të djathta, ku PD-ja e Shqipërisë dhe Partia Republikane Amerikane aderojnë në të njëjtën organizatë. Pra, ai njeri kur vjen këtu flet edhe si një njeri që flet në emër të një partie si motër, pa harruar këtu me një anë detyrën e tij si konsulent dhe udhëheqës i fushatës tonë politike. Megjithatë, ligji na detyron që ne keni pajtuar për konsulencë, e keni pajtuar që të jetë strategjia e fushatës tuaj atë që ka bërë dhe në Shtetet e Bashkuara. Po nuk ja zhveshim dot funksionin që ka, që është kreu i Komitetit Republikan Amerikan në këtë rast. Unë nuk e them dot që ai nuk është, sepse si t'ja bëjmë, ta themi që nuk është. Kështu që thënë këtë, ne na detyron ligji pas zgjedhjeve që ne të deklarojmë në KQZ të gjithë kontratën. Do të bëhet transparente. Pse është ky shqetësim kaq i madh? Janë fonde që janë të Partisë Demokratike, janë në llogarinë e Partisë Demokratike, janë përdorur si në çdo fushat, janë përdorur për fushatën e Partisë Demokratike, gjithçka është transparente. Domethënë unë nuk e kuptoj pse duhet të jetë kjo tema diskutimit. Askush nuk ka thënë që Krisi ka ardhur këtu falas. As ai, as Partia Demokratike, patjetër ka tarifat e tij. Jo, zotimin që do ta bëni transparente patjetër ka tarifat e tij që ka ardhur janë dy gjëra. Janë dy gjëra, më fal, janë dy gjëra për cilat duhet të jeni edhe juve transparent, jo neve, se ne skemi thjesht as dyshojmë dhe as ne dyshojmë, por në një rast konkret s'kemi arsye pse të bëhemi kontestator të kësaj. Po them, ose ka ardhur zyrtarisht si përfaqësues nga forumi i lartë republikan këtu? Jo, nuk e thon këtë. Këtë e tha sapo e tha. Jo, nuk e zhvesh dot nga ai funksion. Ose unë të thash ka dhe këtë funksion dhe nuk ja zhvesh dot. Në emër të një kontrate dhe një marrëveshje financiare që është realizuar në administratën e partisë. Unë nuk i them dot atij që ti tash ndrohe dhe bëu me Edi Ramën ose bëu me Partinë Demokratike në Amerikë ose ndrohe forcën tënde politike. Sinqert thotë tash se ne dim shumë mirë. Minimalisht duhet ta nisni nga vetja sinqeritetin. Edhe racionalitetin, edhe proporcionalitetin. E para njerë... Se nuk kuptoj çfarë nuk kam thënë vërtet deri tani. Bashkëbisedimi mes meje edhe jush, nuk ka arsye që të vjetë provë sinqeriteti im. Dhe ju, aq më tepër, ju e keni... Po pse po vjet në provë sinqeriteti im? Unë po them vetëm vërteta. Në qoftë se ju e pretendoni. Ku është e pavërteta ime në këtë mes? Çfarë kam thënë unë që nuk është e vërtetë deri tani? Ka ardhur si dërguar nga forumi republikan, apo ka ardhur se keni pronotuar ju si për një shërbim financiar? Si Lasivita është pajtuar nga Partia Demokratike për të udhëhequr fushatën tonë politike si konsulent, por kjo nuk do të thotë që ai nuk e ka këtë funksion që për fat në keq të Edi Ramës, e di mirë Edi Rama, pa merak, e di mirë ti pse ke ikë nga Trut, dhe pse do ikësh edhe në ditët e javës të vijim. Sot e që po bëni video edhe ju për Instagram? Po, pa merak, jo, e kam me kreun e narkoshtetit, nuk me diej. Diej ka si çka ka ndodhur? E di mirë ai, pra ne është në hall të madh. Do ta shohë edhe në ditët të vijim, edhe në javën e vijim. Çfarë po e paralajmëroni zoti Kaliç? Për asgjë, për rezultatin spektakolar të Partisë Demokratike në këto zgjedhje, po e paralajmëroj. E keni për 11 maj, zoti Kikia? Ndoshta do kemi nevojë për një përgjigje nga Belindi pak më vonë. Patjetër. Në lidhje me konsulencën e Lasivitas, besoj që kemi një precedencë, pasi konsulentët në përgjithësi, jo në përgjithësi, por qëndrojnë në hije. Po. Rama ka një nga zyrat pa patur shifra, por supozohet të shumë paguara dhe permanente, jo thjesht në fushatë zgjedhore. Meta është në akuzë edhe për një pagesë modeste, edhe pse për në është shumë e madhe, për modeste në raport me shifrat që shkarkohen tek konsulentët amerikanë, që në gjuhën tonë balkanase quhen sekser, ata që të hapin dyrëve. S'ka një gjë, ka një dallim midis konsulentit dhe lobistit. Do të thënë lobisti e ka detyruar atje ta bëjë deklarimin, konsulenti jo. Konsulenti duhet ta bëjë këtu. Tani. Dhe unë mendoj që është shumë e thjeshtë arsye pse nuk është bërë publik deklarata. Çfarë do lloj shumë ti thuash, ajo shumë do bëhet objekt debati. Mbaron zgjedhjet. 10 lekë me thënë ka marrë 10 lekë. Kam për metodologji. Tani, konsulenti mund të qëndronte në zyrë dhe të hartonte strategjinë.
kur do bëjmë reklamat, çfarë do bëjmë reklamave, ky do nxjerri bufim, ne nxjerrim kukuvajkën, do t'i bëjmë antireklam për premtimet që nuk ka bërë, do bëjmë video, do dalim në konferencë. Sepse në fund të fundit kjo do të ishte detyra e një konsulenti fushate. Tani, Berishës dhe Partisë Demokratike i interesonte që la Civita më shumë se sa të bëj televizin e fijeve pas kuintave, të ngjitej në sken. Gjë që e ka bërë. Sepse unë mendoj që ai misionin e tij më të rëndësishëm ka pikërisht këtë që bëri, ngjitjen në sken. Partia Demokratike dhe Berisha personalisht vinin dhe janë ende zyrtarisht edhe pse me tone shumë të ulura, nga një marrëdhënie agresive me Departamentin e Shtetit, me ambasadën këtu në Tiranë, me qeverinë amerikane në tërësi, gati jo thjesht konfliktuale, po përjashtuese në të gjitha drejtimet. Dhe etiketimi non grata ishte arma më e fortë politike e Ramës ndaj Berishës. Dhe gjithë ne ishim përgatitur që ky ishte flamuri i fushatës. Do mjaftonte vetëm kjo që Berisha të mos fitonte. Në fakt risia është kjo, sepse Partia Socialiste e ka rikthyer këtë javë elementin e nëngratës në fushatë. Ndodhen ndryshimet politike në ekzekutimi i ndryshimeve politike në Washington në 20 janar, ndodhi fushata antisorës në gjithë administratën amerikane në gjithë sektorët dhe interferua, mbriti vala deri në Tiranë. Dhe këtu Berisha filloi dhe ngriti krye më shumë. Dhe tani i duhej një njeri që vinte nga fushata e Trumpit, një njeri që në ditën e përurimit të presidencës së Trumpit ishte aty dhe foli prap 30 sekonda sa që foli në Tiranë dhe i dha dorën. Dhe normalisht, politikisht, kjo gjë do shfrytëzohej në mënyrën më maksimale për rehabilitim politik. Dhe Berisha këtë e bëri. Dhe e hoqi nga fjalori non gratën, edhe pse është rikthyer, besoj, ajo nuk e ka më atë vlerë tek publiku, për të mos thënë nuk e ka fare vlerën tek publiku, dhe askush nuk bie më ndërmend që Berisha është një person non grata në Shtetet e Bashkuara, përderisa mungon në mënyrë tërësore retorika politike nga pala tjetër që e ka shpallur non grata, e kështu me radhë. Pra, zoti Kikia, po thoni që La Civita praktikisht një pjesë të punës e ka bërë duke relativizuar çështjen non grata me prezencën fizike të tij. Duke u ngjitur në sken me 40 sekonda fjalim, tha 3 gjëra, qeveria 12 mandate, 12 vjet krim korrupsion, do zdufte opozitën, votoni Sali Berishën. Kaq, ne jemi mësuar të mbajmë fjalime nga 1 orë gjysmë ku skuptojmë asnjë gjë nga ato që thon, por amerikanët janë shumë. Tani, çfarë pritet nga konsulenca amerikanëve për të parë strategun e vërtetë, edhe pse ne me fjalën strateg kuptojmë atë legjendarin, komandantin e madh, por nga anglishtja strateg quhet çdo njeri që udhëheq një proces. Ajo që nuk shikohet ke Partia Demokratike sot është një qasje re në të bërit fushat. Shikojmë të njëjtat gjëra. Dhe gjithmonë njerëzit pranë PD-s thuhet prisni se do shohim, dhe nuk e di deri do pritet deri zgjedhjeve apo as lënë pas zgjedhjeve kjo Belin, dhe këtu ishte pyetja ime tani. Apo punon një grup njerëzish, kanë aty një zyrë pa zbuluar detaje sepse është fushat dhe nuk i tregojnë armat kundërshtarit. Pra ka ca njerëz aty që bëjnë hedhin ide. Pra po thoni ekipi La Civita, kjo është pyetja. Amerikan dhe shqiptar të kësaj kompanisë apo punon për të nxjerrë ca gjëra më shumë se sa kaq i dimnë dhe është fushat klasike. Që është ora 21:35 në selin e Partisë Demokratike kanë zyrë, duhet janë të paktën janë 4 amerikan që janë pjesë e stafit me një nga me Filin, i cili është një nga le të themi bashkëpunëtorët më të vjetër të Krisit dhe të partnerëve të tij në fushatbërje dhe në fushata elektorale. Janë 3 djemë të tjerë që merren një pjesë me komunikimin digital, një pjesë me komunikimin për media dhe një pjesë tjetër për hartimin e strategjisë elektorale. Është pjesa tjetër e ekipit që punon me ta online dhe është Krisi që koordinon gjithçka online dhe jep direktivat kryesore, dhe pa diskutim që ata kanë ardhur me ekip dhe ekipi po punon me Partinë Demokratike së bashku me stafin shqiptar. Kuptohet se nuk janë vetëm ta. Pra ekipi i strategëve të La Civitas janë fizikisht aty dhe nuk ka një koncept atë. Kanë qenë dhe në fushat, kanë qenë edhe në hapje fushate, edhe në pallat kongreseve, edhe kudo. Ramës i intereson të ndryshojë narrativën. Sa të rrit japi llogari për ujin 24 orë për shtetësinë që se bëri, merret me bufin. Merret me bufin. Tani, për të thënë edhe një gjë tjetër. Ju që s'keni nevojë të merreni me bufin, apo merremi në gjë tjetër se nuk po shikojmë gjë tjetër.
Po vetëm me këtë punë, me programin po merremi, në përmasat me premtimet po merremi, me çështje që prekin zgjedhësit po merremi dhe ka edhe një detaj tjetër. Ajo që ju thoni që është e pazakontë që një konsulent të hip në podiumin e një force politike dhe të mbaj fjalim, në fakt është një precedent i vendosur vetë nga zoti Trump. Në natën e fitores tij në 5 nëntor, duke u kthyer data 6, ai ka ftuar Chrisin dhe Suzy Wiles, që sot e ka shefe kabinetit, Edimir Edi Rama. Fakt ishin dy nga njerëzit e vetëm që falenderoi atë natë. Dhe që i dha fjalën për rreth 45 sekonda apo 1 minutë ka folur Chrisi në emër të ekipit edhe gjithë atyre që kanë drejtuar fushatën, dhe ka qenë zoti Trump që ka vënë këtë lloj precedenti që për herë të parë konsulentin e tij personal e ka hipur në stage dhe i ka dhënë podiumin për të folur, për të lëshuar një mesazh. Identik të njëjtën gjë ka bërë Berisha, ka bërë Partia Demokratike, por fakti se i ka djegur kaq shumë mazhorancës Edi Ramës. Dhe është bërë çështje diskutimi. Sa ty duhej dhe nuk ka asnjë problem këtu, nuk po diskutojmë. Ky nuk është problemi ynë. Unë po patjetër që ata kanë ardhur me ekip, patjetër që kanë produkt. Nuk po shikojmë një gjë që t'ja vëm gishtin dhe të themi kjo është ide e ca njerëzve që kanë ardhur me qasje të reje për një fushat. Pyetja konkrete mund të ishte, zoti Kolliçi, këta amerikanët, strategët e lasivitas që qenë kanë edhe fizikisht në selinë e Partisë Demokratike, kur shohin videot me buf, me kënet, me lasivitan personal, çfarë kundërpërgjigje ju konsultojnë juve që ta ktheni totalisht, pikërisht ajo që po mundohem të bëj gjatë gjithë emisionit, që të flas për problemet e qytetarëve, për hallet që kanë qytetarët, për rrogat. Pra formula amerikanëve për Edi Ramën ignorojnë totalisht sepse është dikush i dëshpëruar që nuk ka bilanc, nuk ka për çfarë të flas për 12 vite dhe mundohet të shfokusojë vëmendjen ta çojë në një temë që nuk i intereson kërkujt dhe do t'ju tërheqin këtë debat. Kjo është e thjeshtë, e kupton zhënjeri. Ata janë këmbgulës, kanë këmbgulur që fare as Krisi mos merret fare me përgjigje, nuk mund të ulej pjacën të merret me Edi Ramën fare në këtë moment dhe hajde të merremi me çështjet që shqetësojnë qytetarët. Unë e kuptoj që kjo përbën interes për mediat. Po tash nga ana tjetër kam përshtypjen që janë lodhur dhe me kaq se na kanë ndjekur qytetarët deri tani, janë lodhur duke dëgjuar jo bufi, jo këneta etj. Këto janë çështjet e Edi Ramës. Strategjia është indiferenca sipas amerikanëve, zot Dervishi? Domethënë, po të analizosh me kujdes ka dallime dhe ka dallime të mëdha. Domethënë, shikosh para dhe pas ardhjes së ekipit amerikanëve. Para tyre ka qenë gjithmonë thjesht vetëm akuza. Domethënë 90%, 95% e protestës ka qenë negative, domethënë negative, domethënë ja çka kanë bërë korrupsionin, më tash, domethënë të bërat pa bëra, domethënë kjo ishte. Me ardhin atyre ti shikon që ka një përmbysje të raportit. Pra, dhe kjo është strategjia, kjo është diferenca, domethënë ka më shumë alternativë dhe ka më shumë, si themi, segmentim. Për herë të parë ti sheh që ka takime me njerëz në mënyrë individuale, ka takime në salla, ka takime me fokus grupe, me grupe interesi. Pra, dhe kjo është domethënë kjo është ajo çfarë nuk e ka pas PD-ja gjatë këtyre 3-4 vite edhe për probleme të tjera. Në anën tjetër, domethënë këtu është lufta e narrativave. Domethënë Rama është përpjekur të bëjë diçka si thosh më interesante. Të gjithë takimet që ka pas publike imponohet tek përveç kjo inspektimeve këto historitë e tjera, domethënë që janë bërë si thua shumë të shpeshta, domethënë ka elemente të gratë dhe vajzat. Dhe në Tiranë bëri takime me gra dhe vajza, sot në Dibër prapë me gra dhe vajza dhe përpiqet të mbaj një gjë abstrakte sa më shumë që të mundur. Po dhe në hapjet fushatet dhe që Shqipëria është grua, Partia Socialiste është një grua. Pra do të ngjisë këtë, domethënë që po tjetë për të gratë dhe vajza, domethënë dhe kjo me batutat, dhe çdo gjë ka në funksion pikërisht të kësaj narrative. Domethënë gratë dhe vajzat janë më të mira, këta diktojnë, këta mbajnë ekonominë, po tjetë për burrat merri për kafe, për klube, domethënë kjo është historia e kësaj. Dhe ke PD-n që përpiqet, forcën kryesore të opozitës, përpiqet që ta tematizoj, domethënë me të rinj, me çështje konkrete, dhe po të shikosh edhe në rrjetet sociale, dhe mendoj që kjo është një tjetër risi tjetër që duket, është që ka një intensitet dhe një disiplinë mesazhi edhe në rrjetet sociale. Pra kjo është një element tjetër shtesë që është krejt e dukshme, domethënë me krahasimin e fakteve. Pra strukturimi i mesazhit të Partisë Demokratike. Disiplinë mesazhi, pra strukturë po dhe një lloj disipline mesazhe. Se cila është strategjia, se si do të shkojë nga java e parë tek e katërta. Këta gjithmonë kanë një lloj misteri që Belindi nuk e thot të plot, po pastaj domethënë kur ti ja kërkon thotë do shohësh më 12 maj. Domethënë nuk e di çfarë presin të ndodh në kuptimin e javës 2-3 deri te java 4 dhe kjo do të jetë si thua ajo betejë që e bëjnë dy palë po jo në të njëjtin fushë. Pra kush do të arrijë që të marr më shumë
njerëz, si do të arrihet që të dalin më shumë votues të ri, si do të synohet elektorati gri, nuk bëjmë fjalë për militantët dhe të lëkundërt, si do të shkohet, a ka ndonjë strategji tjetër prapë, çfarë mund të bëhet për votën e diasporës, në kuptimin që është bërë regjistrimi, pa e duhet të çuar deri në fund. Italia dhe Greqia janë shumë afër, nuk kanë kosto të mëdha nëse ka forca të tjera të mbetura ende, njerëz që nuk kanë regjistruar për të sjellë në fushat. Pra, mendoj që ajo elementi që kanë sjell grupi i amerikanëve ka të bëjë me disiplinën e fushatës dhe me disiplinën e mesazhit të Partisë. Dhe për shembull ju keni nisur të evidentoni publikisht para se shkojmë publicitet, zoti Kolliçi, në mos gaboj, memorizova një gjysmë fjalie tuajën për shqetësimin e Edi Ramës për Arubën. Për çfarë bëhet fjalë? Po, për takimet e tij me përfaqësues karteleve më famkeqe të trafikut drogës, kartelin Sinaloa dhe kartel tjerë në Aruba, aty ku ka marrë dhe flitet edhe sipas raportimeve mediatike një orë dhurat që kushton të paktën 400.000 apo $450.000, aty ku është ndarë Shqipëria me parcela për të investuar paratë e drogës dhe për fatën e keq të Edi Ramës flitet që ky është një takim i përgjuar, por dhe për kontaktet e tij të papërshtatshme me baron droge të ndryshëm në botë, me cilët ai komunikon vetë, drejt për drejt, dhe për problemet e tij me laboratorin e Xibrakës, që i kanë shtëpi e gjitha gjërat kësaj natyre. Prandaj është shqetësuar Edi Rama. Nga janë të konstatuara dhe kush është kanali këtyre informacioneve dhe çfarë pritet në këtë drejtim, meqense ju thatë e dini ai se çfarë do të ndodhë? Lëreni Qyrykun të vazhdojë me hallet e veta i shqetësuar. Ne vazhdojmë të flasim për burrave shqiptare Edi Ramës. I ka thënë vetë se s'ka lidhje. Zdromsin, më thënë. Pak sekonda publicitet, nderuar shikues, dhe rikthehemi për ta vjuar debatin, ju vazhdoni na ndiqni.